Vetëm pak minuta pas publikimit të raportit përfundimtar të OSBE-ODIR-it për zgjedhjet parlamentare të 11 majit, Sali Berisha e cilësoi dokumentin si provë përfundimtare të farzës elektorale. Kryedemokrati tha se Edi Rama nuk ja doli të ndikojë në përmbajtjen e raportit. U them shqiptarëve se patën zero efekt. Është në meritën më të madhe të institucioneve që vëzhguan zgjedhjet, që i qëndruan fjalë për fjalë të gjitha konstatimeve që faktojnë një farzë të vërtet elektorale në 11 maj. Ai përsëriti thirrjen për një qeveri teknike. Qeverinë teknike nuk ta krijon kush, po se krijove vetë, po se imponove vetë. Prandaj shqiptarët, nëse duan të votojnë të lirë, të përgatitemi për betejën tonë, për protestën tonë, për votën e lirë. Kjo është. Qeveri teknike ne kërkojmë, por të jemi të sigurt se pa zërin tonë të fuqishëm në rrugë dhe sheshet e këtij vendi, ajo nuk krijohet. Dhe ne duhet të ngrihemi dhe do ngrihemi. Kjo nuk ka diskutim. Ndërkohë, Berisha kritikon projektin e qeverisë për paketën e maleve, duke cilësuar atë si një plaçkitje të tokave shqiptare dhe duke akuzuar Ramën për mbjedhje fararmiqësishe dhe vëllavrasjeje. Me këtë që po bën, vetëm po mbjell faren e armiqësive dhe vëllavrasjes. Dhe unë ftoj investitorët mos të prekin tokën e tjetrit. Pra, ç'po bën ky? Ky po merr baron të drogës dhe po i ndërsen kundër tokave të qytetarëve. Jo, ky është krim. E kuptoni, 12 vite ai ka investuar në gjithë rrethet e veriut, më pak se në një rreth të kategorisë tretë në zona tjera. Dhe tani thet për paketën e maleve. Ajo është paketa, e tregoj me paketën e maleve, e tregoj me thethin, që u sull në keq se çdo pushtues, shkatroi 100 objekte, del në Sulbic, spionojnë patronazhistat, apo kanë xhelozi dhe i prish tjetrit objektin, duke mos patur asnjë lloj plani absolut